Pavarësisht faktit se gjatë fushatës zgjedhore u premtua se do të ketë rritje të shtesave për fëmijë në Kosovë, ato vazhdojnë të paguhen sipas tarifave ekzistuese, 30 deri në 45 euro për fëmijë. Gjatë së mërkurës, në xhirollogarit të nënave që kanë fëmijë nën 16 vjeç, në nivel vendi u ekzekutuan pagesat të shtesave për fëmijë, por edhe këtë muaj ato ishin njëjtë si në muajin e kaluar dhe nuk kishte asnjë ndryshim. Kryeministri Kurti, në tubimin përmbyllës në Gjakov të fushatës zgjedhore për kryeminist gjatë dhjetorit të vitit 2025, pati deklaruar se krahasuar me vitet e kaluara të shumës së shtesave, një nga vendimet e para të qeverisë Kurti është edhe rritja e shtesave pas votimit të buxhetit 2026, por diçka e tillë nuk ndodhi as këtë muaj, edhe pse buxheti u votua. Prej 0 deri në 16 vjeç fillua me shtesa për fëmijë, një herë 10 euro, pastaj 20 euro, pastaj 30 euro. 45 euro janë shtesat aktuale për familjen e cila i ka 3 fëmijë, për secilin prej tyre, që do thotë se një familje me 3 fëmijë në xhirollogarin e nënës i merr në muaj 135 euro, e në mandatin e ardhshëm një familje me 3 fëmijë do ta ketë 2 fishin e kësaj, do t'i marr 270 euro. 4 fëmijë i merr 360 euro, me 5 fëmijë merr 450 euro, pra sa më shumë fëmijë, aq më shumë shteti do t'ju mbështes e do t'ju ndihmoj. Pretendimet se shtesat janë rritur me njëherë në 90 euro për çdo fëmijë janë vlerësuar si të pasakta, përderisa qytetarët janë në pritje të zbatimit të rritjes së paralajmëruar nga projekt buxheti i vitit 2026. Se do të ketë 2 fishim të shtesave për fëmijë, e kishte thënë edhe ministri Hekuran Murati në një shkrim të publikuar në faqen e tij në Facebook më 24 dhjetor 2025.